Përshëndetje, mi se vini flasim hapur në Durrës Line. Vazhdojmë me maratonën prezantimin kandidatëve për deputet për zgjedhjen 11 maj 2025. Sot kemi të ftuar kandidatën nga kryja e bukur historike dhe krenare e Shqipërisë, zonjën Dorina Laçi, kandidate e Partisë Socialiste. Faleminderit që jeni flasim hapur, zonja Laçi. Faleminderit ju. Unë jam Dorina. Vi nga qyteti i bukur dhe historik i Krujës. I mrekullueshëm. Patjetër. Krenaria e historisë sonë. Po. Dhe ku kam shërbyer prej afro një dekade në shërbim të komunitetit tim. Vi si drejtuese e zyrës vendore arsimore Krujë prej shumë vitesh aty, ku jam përballur me sfida reale dhe përmes punës dhe përkushtimit kemi gjetur zgjidhje të çdo problematike të hasur gjatë këtij drejtimi tim në këtë institucion. Pra ju keni drejtuar ZVA, zyrën vendore arsimore për 10 vitesh. Po. Pra ku përfshihet edhe momenti i tërmetit 2019 dhe nisja e pandemisë 2020. Po. Si ishte përvoja në këtë? Ishte sfidë për ju kjo pjesë? Atëherë, tërmeti i nëntorit të 2019-s patjetër që ishte një sfidë, një nga më të vështirat që unë kam kaluar gjatë saj periudhe në drejtimin e këtij institucioni, parsi ne ishim dhe bashkia më e dëmtuar, më e prekur nga tërmeti, dhe kjo si rezultat shumë godina arsimore dolën jo funksionale dhe u detyruam që ne si institucion të marrim gjithë masat e nevojshme në bashkëpunim me Pushtetin Vendor dhe Ministrinë e Arsimit për të akomoduar nxënësit në institucione pritse godina të tjera arsimore në mënyrë që të vijonte dhe procesi mësimor. Dhe kjo u arrit patjetër fal këtyre aktorëve që ishin suport shumë i madh në zgjidhjen e kësaj problematike. Dhe çfarë ndodhi më të shkollën? Sot kemi... Ku gjendemi sot? Po, atëherë sot e them me kënaqësi dhe lumtur që ne kemi godina arsimore të reja, të ndërtuar arishtas të reja, dhe mbi 80% e shkollave tona në Bashkinë e Krujës janë shkolla të reja që ofrojnë të gjitha kushtet bashkëkohore me standardet europiane. Për në lidhje me pandeminë, si e menaxhuat? Atëherë, pandemia ndodhi fill mbas tërmetit, edhe me pandeminë u gjendëm pranë mësuesve, patjetër duke i dhënë instruksionet e nevojshme që mësimi të vijojë përmes mësimit online në kushte shtëpie. Dhe falenderoj shumë mësuesit që e përkrahën dhe e përqafuan shumë shpejt këtë mënyrë procesi dhënies së mësimit dhe funksionoi dhe kjo me sukses për aq periudhë kohore sa ne u izoluam atë kohë në zhvillimin e mësimit në kushte të shtëpisë. Dhe nga 1/10, sa keni kryer ju detyrën tuaj? Keni kryer maksimalisht? Unë mendoj me gjithë vullnetin tim që detyrën kryet të këtij institucioni e kam kryer maksimalisht, kam dhënë maksimumin tim që të vijoj puna dhe të ketë, si thuash, feedbackun e kënaqshëm. Arsyeja pse u zgjata disi te kjo pikë është sepse ju kandidoni për deputetën në Kuvendin e Shqipërisë. Po. Dhe është hera parë për ju, apo jo? Absolutisht po. Kësaj ata që na ndjekin dhe votuesit e qarkullduesit, sa herë që një kandidat i ri, i pas provuar publikisht me dijen e tyre, dhe ti ushtrohet pyetja çfarë ka bërë ky individ për të arritur në këtë status kaq të rëndësishëm që është deputeti. Prandaj dhe unë ndala për të treguar që ju vërtet jeni në moshë të re dhe jeni kandidate e re, por ama vini nga një përvojë e tillë. Ndaj u zgjata disi aty për të informuar publikun tonë. Përse morë vendimin të kandidosh? Ç'u shtyu? Unë mendoj që angazhimi politik është ajo çfarë mund të sjellë dhe ndryshim në jetën e njerëzve. Dhe unë si kandidate sot e
për deputete them që jam shumë e lidhur me njerëzit, me jetë, me vështirësitë, me problemet dhe dua të shërbej si një urë lidhëse midis nevojave të komunitetit që unë përfaqësoj dhe qeverisjes qoftë lokale apo qendrore. Dhe patjetër që të kemi një zgjidhje të problematikave të tyre. Doni njerëzit? Unë i dua njerëzit, e dua komunitetin tim, sepse unë mund të them që e kam treguar këtë gjë, pasi mbas mbarimit të studimeve të larta, unë jam rikthyer në Krujë, në vendin tim, ku edhe jam punësuar aty dhe kam ndërtuar familjen time. Ka shumë e doni Krujën? E dua Krujën dhe këtë e kam treguar siç e diskutuam më përpara edhe në shërbimin që unë kam ofruar në drejtimin e një institucioni më të rëndësishëm, mund të themi në Bashkinë e Krujës, siç është Arsimi, ku jam munduar të shërbej me përulësi dhe përkushtim çdo qytetari, çdo mësuesi, çdo të treti që është paraqitur në zyrën time. Kjo është manovër politike apo ju vjen natyrshëm? Jo, nuk është manovër politike. Kjo më vjen sepse këtë unë e kam. Kjo jam, po. Nëse ju zgjedheni deputete në Kuvendin e Shqipërisë, si do vini zërin për Krujën, edhe qarkun e Durrësit në kësi? Fokusi im do jetë turizmi, që ta forcojmë atë më shumë, që ne mund të themi që vitet e fundit kemi shumë turistë që vizitojnë Krujën dhe kanë kaluar shifra shumë të larta krahasuar me vitet përpara dhe kjo fal asaj çfarë Kruja ofron, por unë premtoj që do bëj maksimumin tim duke tërhequr investime sa më shumë për Krujën, që ta bëj. Këtë bëjnë deputetët. Po. Deputetët bëjnë lobime në kuptimin e mirë të fjalës, pra ngrenë zërin për çështjet lokale, sepse ata janë të përzgjedhur nga një qark i caktuar, sikurse dhe kontribuojnë për politika makro që janë kombëtare dhe ndërkombëtare, që shumë raport me marrëdhëniet me shtetet e tjera. Dhe kjo është mëse i mirëkuptueshme dhe Kruja është legjendare. Kruja meriton realisht legjendare pse është krenaria e kombit tonë. Por për t'i arritur këto synime, duhet Partia Socialiste të ketë mandatin e 4 dhe ju të fitoni në qarkun e Durrësit. Dhe pyetja ime është, sa mandate do merrni ju në qarkun e Durrësit? Atëherë, ne do sjellim një fitore historike në qarkun e Durrësit, ne do marrim 9 mandate në këto zgjedhje dhe ky nuk është thjesht një numër, por është një reflektim i besimit që qytetarët na japin çdo ditë kur ne i takojmë në takime të ndryshme dhe besojnë tek puna që kemi bërë dhe puna që do bëjmë në të ardhmen. Pra prisin rezultat historik. Po. Por njëkohësisht nëse ju merrni mandatin e 4, do jetë sërish një moment historik, sepse asnjë qeveri nuk e ka marrë kurrë më parë 4 mandate. Dhe pyetja është, pse qarku i Durrësit do t'ju votoj ju, Partinë Socialiste ose gjithë shqiptarët Partinë Socialiste për mandatin e 4? Mandati 4 nuk është një mandat thjesht i Partisë Socialiste. Ai është mandati i gjithë shqiptarëve për të gjithë transformimet dhe reformat që Partia Socialiste ka ndërmarrë, gjithashtu dhe referuar kjo dhe objektivit ton kombëtar, që është finalizimi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pajisjes gjithë shtetasve shqiptar me pasaportën europiane. Dhe kjo është një moment historik, do thoja, dhe ne jemi drejt Shqipërisë 2030. Zona Laçi, çfarë mendimi keni për Edi Ramën? Kryeministri Edi Rama është një lider me vizion dhe guxim që merr vendime të mëdha dhe fal leadershipit të tij janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt integrimit evropian dhe ne ndjehemi krenar që sot Shqipëria është e njohur në arenën ndërkombëtare. Fal gjithë punës së bërë
të qeverisë në drejtimin e kryeministit Edi Rama, sot kemi një drejtësi më të fortë, kemi një digitalizim të shërbimeve dhe një zhvillim të infrastrukturës. Si grua në politik e vlerësoj maksimalisht angazhimin e tij për barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas në vendimarrje. Ne sot kemi më shumë gra dhe vajza në vendimarrje si në institucionet lokale apo edhe qendrore. Kjo referuar edhe bashkisë ku unë bëj pjesë. Zora Laçi, ky është momenti që ju t'i bëni një apel banorëve të qarkut të Durrësit, përfshirë Krujën, Shijakun dhe sigurisht qytetin qendër të Durrësit, përse duhet votojnë Partia Socialiste dhe ju nominalisht me 11 maj. Të nderuar bashkëqytetarë të Krujës, Durrësit dhe Shijakut, me 11 maj ju nuk keni në dorë vetëm një vot, por një përgjegjësi. Ndaj, në këtë datë ju duhet të votoni numrin 5, Partinë Socialiste, për të çuar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Unë jam Dorina Laçi, vi nga rrënjët tuaja, një nevojat dhe problematikat të zonës dhe kam vullnetin dhe përvojën që të jem zëri juaj në Kuvendin e Shqipërisë. Zona Laçi, faleminderit që ishim flasim hapur, ne u takofshim në episode të tjera. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.